çdo ibadet ka formalitet dhe ka realitet. Çka është formaliteti? Formaliteti është pjesa e jashtme. Edhe ajo është në rregull, se duhet me pas formë. Formaliteti nuk është i refuzuar, jo është i kërkuar, patjetër duhet me pas formë. Është i refuzuar kur bëhet krejt aktiviteti formalitet. Andaj ti gjatë agjerimit tash e kupton se nuk është e mjaftueshme të braktisë të ushqimit dhe pija. Ka se ke dëgjuar hadithi ku thot pejgamberi alayhis sallam, kush nuk e braktis fjalën e keqe, veprën e keqe, Allahu s'ka kërkuar nga ai melon ushqimin dhe pijen. Ti e kupton se agjerimi po duhet me shpinë në dëshmëri, duhet këtu me ta përmbusjellën e kështu me radhë. E kupton se ka diçka për te këtij formaliteti që realisht manifestohet përmes braktisë së ushqimit dhe pijes. Ky është formalitet. E realiteti i agjerimit nuk përfundon tek braktisja, po, nuk përfundon. Braktisja është forma më e duhur për të arritur çdo. Nga sa Allah e ka përcaktuar kështu. Sikur se namazja ka formë? Ka formë. A mund të ketë ndonjë formë më të mirë për të përulur Allahut namaz se formën që kemi na si musliman? S'ka. E pamundshme është. Prandaj çdo nënvlerësim i formës gabim është. Me thonë na s'bën me formë. Ja, forma është e domosdoshme. Mirë, po kur forma bëhet krejt çka kem nga namazi, çfarë problemi ato? Andaj ne duhet nga agjerimi të mësojmë që distancën e madhe që kemi në shumë punë mes realitetit dhe formalitetit tash ta ngushtojmë që formaliteti të jetë i ngjitur me realitetin. Hapi i parë është formaliteti e i dytë është kalimi në përjetim, kalimi në realitet, kalimi në ato që ka kërkuar Allahu prej neve. Jo të ketë distancë madhe ku njëri ndoshta 10 vite e falet e agjeron kështu më radh, ndoshta ende as shihet e para të shijes së ëmbël të këtij adhurimi si ka përjetuar. Është të mërshme. Është e frikshme. Ku njerëz falen sa për ta pjek si obligim qafe, si agjerim më largu.